Video e tretë, Sergi Fit. Jemi rikthy pas diku të 2 muaj pushime nga YouTube-i, po që s'është problem se tani jemi më të fortë se kur. Kjo është video e tretë. Jemi këtu duke chill. Mësujt janë rritur si gjithmonë. Edhe momentalisht që po flasim, unë kam diku të 111 subscribe. Thash, kur të bëj 100 subscribe, do bëj videon e tretë. Po që shu shkom punët, kam qenë shumë i ngarku me thonë drejtën. Edhe shkum 111. Faleminderit për supportin, gjithë ju që më shihni videot e mia. Jam shumë i lumtur. Tani duhet me shku 1k ose 1000 subscribe. Momentalisht jam të chill maksimum. Ja. Për qefin tim edhe për qefin tuj që jemi të e pa këtë video. Tani që jam të gjiru këtë video momentalisht është pragu i luftës së tretë botërore. Trumpi sapo ka sulmu Iranin, si Irani donte me u krujt pak me Izraelin, edhe kështu shkojnë punët. Me kë jemi ne, me Amerikën apo me Izraelin? Me asjonë. Me asjonë nuk jemi. Ne jemi vetëm me veten tonë, edhe me djersën tonë, edhe me aftësitë tona që punojmë. Pastaj ne du me bo chill këtu, për qef. Ta lomsha. Ne du me u knaq, ne nuk du më luftra. Po, në qoftë se nuk shifni më video mbas kësaj time, do me thënë që kena vdek, ose na ka bombardu Irani, ose ka fillu lufta e tretë botërore. Po dhe në qoftë se fillon, unë prap ka me bo video, tjenë kështu kujtime, që ti mbajnë këta të BBC-s, reporter, dalë aty, paktën edhe në qoftë se vdes, ti kena ata footage, quhen, video sekuenca. Fakt, kjo video kështu si nisi është pak më ndryshe se të tjerat. Jemi fut momentalisht jo vetëm fitness, po që kështu si shkon puna do flasim për çdo lloj teme, që t'i njihni dhe ju pak më shumë dimensionet e mia si artist, apo jo, sem artist, si person, si individ i lirë. Për gjithë ju që se dini, unë më pëlqen shumë dhe jam i apasionum pas geopolitikave dhe historisë të botës, kështu që normalisht nëse lexon shumë rreth këtyre temave, e ke shumë të lehtë për të kuptuar ngjarjet e politikës, sepse ne si njerëz, pavarësisht shkollës, pavarësisht gjërave që ndodhin, të njëjtat veprime zgjedhin të bëjnë humanët në funditës. Thjesht vegla ndryshojnë. Për shembull, para 1000 vjetësh mund kishin shpata, sot kanë bomba. Po që prap njerëzit njësoj funksionojnë. Kanë për të pas tradhtime si një tjetrit, kanë për të luftu, ka për të pas gjithmonë lidera që duan sa më shumë pushtet dhe nuk intereson për njerëzit, i duken si milingona. Prandaj, duhet me u bë më i miri për veten tate edhe për familjen tate. Dhe mos me prit nga shteti